Përshëndetje miq, do të diskutojmë në këtë intervistë me avokatin e njohur Zace Islamin për një zhvillim shumë të rëndësishëm që zuri vend në Tiranë më 16 maj, siç është dhe samiti i Komunitetit Evropian, që pa të zbarkoni në kryeqytetin shqiptar 40 lider të BE-s dhe MGR. Avokat, Tirana mirëpriti një ndër samitet më të rëndësishme gjatë viteve të fundit. Si e vlerësoni ju ndikimin e këtij samiti të Komunitetit Politik Evropian në zhvillimin e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian? Dëgjo, ta njëherë, me që vajta te Manoli as i fole, as më foli. Ata më zonjë, s'mori vesh njeri, përse erdhën dhe çfarë bën, dhe ç'vendim e morën, se deri tani s'na kanë thënë ndonjë vendim. Çfarë mesazhi sipas jush dërgoi Shqipëria në arenën ndërkombëtare duke organizuar këtë samit? Ai që një samit i organizuar më tepër për të rritur vlerat vetes ky Pol Pot i Tiranës, Edi Rama, se ndonjë vlerë nuk kishte ai samit. Absolutisht asnjë vlerë. Ne kemi thënë të paktën personalisht, unë po dhe shqiptarët nuk presin asnjë gjë nga Evropa. Evropa deri tani ka qenë, është dhe vazhdon të mbetet një mashtrim i përditshëm. Nesër s'kini bërë sa detyra, po do t'i bëni sa detyra tjera. Zgjedhjet kësaj radhe nuk ishin të mira, po ishin më të mira se të kaluarat, e tjera. Evropa, zonjë, na gënjen, na mashtron, duke mbajtur në fuqi komunistët e Shqipërisë, sepse gjithë Evropa aktualisht po ndjek politikën e Moskës, jo politikë demokratike dhe jo politikë në interes të popullit shqiptar. Deri tani evropianët me neve po tallen. Kështu që unë as i llogaris fare, as i gjallë, as i vdekur, ata sepse erdhën as i pa njëri, as i dëgjoi njëri. Mbledhja që bën nuk dha ndonjë rezultat, sepse nuk morën asnjë vendim. Pse erdhën? Se ata vendim nuk morën, atëherë cila që arsyeja që erdhën këtu. E vetmja gjë që paraprin ata LGBTQ të Evropës, të gjithë ata sa ishin, përgatitën dhe organizuan dhe financuan paradën e turpit të LGBTQ-ve Partia Tiranë. Turpi kombëtar, s'ishte parë ndonjëherë që ne të bënim dhe të pranonim LGBT të Tiranës, homoseksualët, pederastët, pedofilët dhe të gjithë lumin e lumit të shoqërisë njerëzore, që na e paraqesin sikur janë dikush janë, për më tepër që na doli dhe ai Gonzatua, ai tjetër palacio ai, po e theksoj prap, një fundërin që na pas kanë sjell ambasador aty, i cili ka 2 fëmijë që ka qenë martuar, tani na qenë ka martuar dhe me një burr. Tani nuk na tha, më fal se do ta them, unë dhe shqiptarëve u kërkojnë ndjes. Kush që ai për njëri tjetër, Gonzatu ati burrit apo ai burri Gonzatos? Se këta pisa janë që na vinë nga Evropa në Shqipëri. Duke qenë se liderët evropianë kanë uruar haptazi kryeministrin Edi Rama për fitoren e zgjedhjeve të 11 majit në tryezën e përbashkët në sheshin Skënderbej. A ishte kjo një njohje e plotë e zgjedhjeve të 11 majit, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë akoma një reagim zyrtar? Shtetet e Bashkuara të Amerikës zonjë nuk i njohin këto zgjedhje. Se po t'i kishin njohur, do ishin shprehur që ditën e parë ose të dytën maksimumi. Kjo është e padiskutueshme që nuk i kanë njohur, as nuk do t'i njohin. Dhe Edi Rama kush e uroi për zgjedhjet? Dhe nëse ka uruar ndonjë të ketë turp, mund ta kenë uruar ata LGBT të Evropës, sepse u shërben Edi Rama, vinë aty mbushin çantat me dollar, me miliona dollar, han drejt të shqiptarëve dhe kërcasin e ikin dhe na e lën neve xhenaze në derë, domethënë na lën një Pol Pot. E dini kush është Pol Poti? Pol Poti ka qenë udhëheqësi khmerëve të kuq në Kambozha, që ka vrarë 1.200.000 kambozhan khmerë të kuq. Ky është Pol Poti. Atë të njëjtin terror bën, vetëm se nuk na vret dot si qeverisja e, por na nxjerr jashtë i përzoi shqiptarët ikin nga Shqipëria. Ky kriminalës dhe ata që vinë urojnë këtë dhe i thurin i binë lozhe këti, ata janë më kriminalë se ky. Mos u pafshin bojnë evropianëve dhe nuk duam kurrë të shkojmë në Europë se nuk na duhet. Për ne
ai që na ka mbrojtur, është që na ka mbrojtur dhe na mbron janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët nëpërmjet jush i falenderoj për ndihmën e madhe që po japin popullit shqiptar dhe drejtësisë shqiptare. Edhe ditët e fundit partia kur erdhi i dërguari i Departamentit të Drejtësisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë. Kryeministri italiane Giorgia Meloni ka qenë një ndër politikanët e jashtëm të cilët kur e kanë uruar kryeministrin Edi Rama ka thënë një fitore që nuk pritej, e papritur. Si e konsideroni juve këtë gjë, duke qenë se Meloni është një përkrahëse shumë e madhe kryeministrit Edi Rama dhe këtë e kemi parë për aq kohë sa këtu në Shqipëri është hapur dhe kampi për emigrantët. Po Meloni rregulloi shtëpinë e saj, po me di pa rregulluar shtëpinë tonë. Meloni u nda nga burri tani do vi të rregulloj Shqipërinë. Që janë këta bakallarë që na vinë këtu më. Po që janë këta bakallarë, këta dëgjoni dhe këta pret. Edi Rama, ne Meloni dhe Melonia e Melonët, LGBT të Evropës, po e theksoj prapë se u si quaj gjë tjetër ata. Na duan vetëm për kosh plerash për të shkarkuar plerat e tyre, si për shembull Anglia që ka bërë 4 marrëveshje për të hedhur, për të sjellë këtu qoftë emigrant, qoftë unë nuk e kuptoj këta shqiptarët, plën gjumë akoma nuk janë zgjuar. Si e konsiderojnë këtë ardhjen e këtyre njerëzve një të mirë për Shqipërinë, që vetëm të mirë s'ka, përveç të këqijave. Le të hyjmë më thellë në kontekstin e gjeopolitikës. Para disa ditësh, presidenti serb Aleksandar Vučić ka bërë një takim me presidentin rus Vladimir Putin. Si e konsideroni juve këtë në gjykimin tuaj, pse kanë heshtur liderët evropian gjatë këtij samiti për këtë takim? Sepse janë të tërë në unison të plot me politikën e këtij Putinit në Evropë dhe në Shqipëri. Dhe pranaj nuk ndjen. Janë ata që japin kurajo Vučićit që të dalë dhe të flasë dhe të akuzoj Shqipërinë për të akuzoj Kosovën se pas ka luftuar, pas ka qenë terrorist, kanë qenë terrorist luftar të UÇK-s dhe pas ka qenë luftë civile për ta quajtur pastaj Kosovën për ta kthyer prapë Serbisë. Jo zonjë, ne nuk kemi nevojë as për Putinin, as për këta për Vučićit, jo, ata kanë marrë njëre mirë përgjigjen dhe do ta marrin dhe më ashpër, po që se do guzojnë akoma të ndërhyjnë në punë të brendshme të Shqipërisë. Ky është samiti i parë evropian ku Vučić merr pjesë pas paradës krah Putinit në sheshin e Kuq. Apo e përkëllet më shumë se ç'duhet Bashkimi Evropian Serbinë sipas jush? Bashkimi Evropian zbaton direktivat e Moskës se tremët të mos bëj luftë, mos i sulmoj Putinit dhe binden Putinit në mënyrë të verbër. Dhe janë të detyruar se s'kan nga e mban sepse kanë kërcënim serioz, sepse Amerika i tha Evropës mbrohu vetë. Duke parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës politikën evropiane, cila është dhe çfarë bën, atëherë ju thotë ju vazhdoni mbrojuni vetë se deri tani ata e dinë shumë mirë që i ka mbrojtur Amerika. Dhe një braktisje e Amerikës do të thotë një vdekje për europianët. Prandaj u bën mirë dhe ata edhe më shumë do t'i braktis akoma dhe unë shikoj që Putini duke parë që nuk mund të çaj ndryshe se vetë syn dot, natyrisht, se dhe ai nuk shta qëtërim sa e mban veten, kërkoj që t'i bëj aleat këta kundër Amerikës. Nuk do realizoj gjë as Putini, as këta. Që gjithë këta zonjë i bashkon antishqiptarizmi. Asgjë tjetër. Po reagimin e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ndaj Bashkimit Evropian për mos ndëshkim në një farë mënyrë të Vučić, si e konsideroni juve, i cili është bërë lajm dhe ka bërë një jehon? Për mos ndëshkim të kujt? Të Vučić, për takimin që ai ka bërë në Moskë me Putinin. Sa pra jam plotësisht dakord me deklaratën e zonjës Osmani dhe sa po e thash që evropianët janë asgjë tjetër veç satelit të Moskës, sepse ki parasysh pjesa më e madhe e shteteve të Bashkimit Evropian janë ishë vendet vasale të Moskës. Lituani, Letoni, Estoni, Rumani, Bullgari, Maqedoni, Poloni, Gjermani, gjysmë Gjermanisë. Pra kuptohet që Moska ka rrënjë të thella në këto vende evropiane. Moska
problemin e madh themelor dhe urrejtje më të madhe tani e ka me Shqipërinë sepse nuk i funksionon më agjentura e saj që ka pasur këtu. Janë zbuluar të tërë agentët e tyre, janë kapur, janë dënuar, janë burgosur dhe ky është objekti ose si thua shkaku që Moskaj e mbështet dhe Vučićin dhe Vučićët e tjerë të Evropës. Gjatë samitit, kryeministri Edi Rama ka pasur një takim jo fort normal me Vučićin nga herët e kaluara. Dhe ka qenë po Vučić i cili është larguar më herët dhe nuk ka marrë pjesë në darkën në drekën e organizuar nga kryeministri shqiptar Edi Rama. Si e konsideroni juve këtë largimin e hershëm të Vučić duke mënjanuar disi Ramën ose anashkaluar? Jo, për mua në sipërfaqe e ka anashkaluar, po në rrogos ata bashkëpunojnë në mënyrë perfekte kundër interesave të shqiptarëve. Edi Rama me gjithë Vučićin, domethënë Pol Poti i Tiranës me Vučićin. Sepse unë nuk e quaj më kryeministër të Shqipërisë Edi Ramën, e quaj Pol Potin e Khmerëve të Kuq Kambodžas. Atë po bën. Atë genocid po bën te populli shqiptar dhe te Shqipëria, që u boshatis, ka ngelur Shqipëria kokoshi i thellë. Nga 3.200.000 banorë që ishim në 90-ën, kemi ngelur 900.000, diku pap, as 1 milion jo tamam. Dhe ai ka patur psinë e thotë kemi fituar. Çka ka fituar? Pse nuk e festojnë fitoren? Pse nuk thonë që kanë fituar me të vërtetë dhe të reklamojnë, të thurin, të bien daulleve për fitore? Jo, u ka rënë zia. Jo atyre, po edhe këtij tjetrit, miku të ngushtë dhe bashkëpunëtorit të ngushtë Edi Ramës, Sali Berisës, dhe ati po kështu i ka rënë zia. Një video që ka bërë xhiron e rrjetit pas samitit tregonte se presidenti turk Erdogan duke shtrënguar dorën më shumë se ç'duhej me presidentin francez Macronin. Lëvizja është parë si tendencioze dhe lexuesit e shenjave thonë se Erdogani ka dashur të tregojë dominancën e tij kur i ka shtrënguar dorën me forcë Macronit. Çfarë sinjalesh diplomatike mund të përçojë ky veprim që ka bërë presidenti turk? Shiko, duam neve, Turqia është vendi 4 në botë për nga forca ushtarake, fuqia ushtarake. Dhe nuk e pyet shumë Macronin, por nga ana tjetër, patjetër që nuk i kanë mirë marrëdhëniet dhe situatat bashkë, për arsye se Macroni po për krah, po luan si ato qengjit e Janinës, kur themi neve, ose qengjit e Edi Ramës që kishte në bulevard që kërcenin, që nga njëra shkon edhe bën muhabet ashtu marrëveshje dhe bisedime me grekët, nga ana tjetër bën dhe me Moskën. Pra, Erdogani është burr serios në politikë dhe i ka treguar vendin këtij Macronit, këtij pederasti, se është pederast Macroni. Aq burr është ai burrec, ai kastravec sa që bajti mori gjyshen e tij grua. Paske një urrejtje të jashtëzakonshme ndaj komunitetit tjetër. Dëgjoj, për mua unë nuk kam çfarë të bëj atyre. Se po të kisha ndorë, ata duhen qëruar në Shqipëria. Të ikin të ven atje, të ven në Paris, të ven në Londër, të ven atje ku kanë origjinën. Shqiptari s'ka që ndonjëherë pederast, zonjush. S'ka shumë, po së fundmi janë shfaqur shumë, me thënë drejtë. Jo, janë paguar nga Sorosi dhe nga falangat e Sorosi dhe vazhdojnë të paguen po nga ata. Me në krye Edi Ramën. Edi Rama i nxit dhe i organizon dhe i mbështet që të bëjnë dhe marshime, na bëjnë dhe kashillok. Pra, çdo të mësojnë fëmijëve tanë këta palaco, këta fundërina shoqërore njerëzore. Le të rikthehemi sërish te tema. Po ashtu nga Tirana, 4 liderat Zelenski, Macron, Starmer dhe Donald Tusk kanë telefonuar presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, duke i kërkuar që ta ulë Rusinë në tryezën e paqes. Si mendoni se do të ndikojë kjo telefonat në raport me luftën me Ukrainën? Shiko, nuk e ka atë mundësi Zelenski që të detyrojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ulen në tavolin e bisedimeve me Rusinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë serioz dhe janë stacionar, janë fix në punën e tyre, në politikën e tyre. Janë të qëndrueshëm, nuk lëvizin sa ndej këtej. Unë nuk pres në një tavolin të
Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Rusinë, për arsye sepse Rusia tani praktikisht e ka problemin më të madh me veten në radhë parë dhe me atë luftë të pa precedent, të pa logjikshme që u fut në Ukrainë dhe që nuk po del dot tani dhe Putini do me çdo kusht që të gjejë një mundësi, një rrugë dalje që të tërhiqet, si thua, të tërhiqet me faqe të bardhë, por faktikisht është plekso shumë keq në Ukrainë. Sa i përket këtyre LGBT-ve, unë e pyes këtë Pol Potin e Tiranës, kush i paguan ata, ku punojnë, si e nxjerrin bukën? Kush ai e fondet që bëjnë dhe parada dhe bëjnë dhe parakalime? Shqiptarët i kanë syt në ballë, ata nuk kolisin dot këtu, nuk ngjisin dot te ky popull. Prandaj ata duhet të kthehen ande nga kanë ardhur, nga kanë origjinën. Dhe në këtë pikë kërkoj mbështetjen e gjithë opinionit publik shqiptar që atyre të tregojnë vendin. Po, për sa i përket Shqipërisë dhe rolit të saj si lider në gjeopolitikën, si mendoni se organizimi i samitit flaste pjesa e imazhit të Shqipërisë nga jashtë, domethënë propaganda ose faqosja e samitit në tërësi, si mund të kenë ndikuar kjo parashitjet e ndërkombëtarët? Tek cilët ndërkombëtarët? Te LGBT-të e Evropës nuk na intereson fare si të duan dhe ta quajnë. As i llogarisin për të gjallë fare, po ta them unë shikoj opinionin publik dhe qytetarët me të cilët komunikoj për ditë. Nuk i llogarisin fare. Ky samiti që u bë këtu, u bë, thash dhe një tjetër, me që vajta te Manoli as i fol as më foli, ne nuk morën vesh gjë, s'morën ndonjë vendim. Kanë ndonjë vendim të na tregojnë çfarë bën, asnjë gjë. Thjesht ndihmojnë, duan që të mbajnë akoma, i vën paterica e Tiranës që të vazhdojnë të qëndrojnë në pushtet. Por vlerë për popullin shqiptar nuk kanë. Evropianët ne po na bëjnë genocid të pashpallur, por shumë të rënd, shumë të fuqishëm dhe pa zhurmë. Kanë ikur 1 milion shqiptar gjatë qeverisjes së Edi Ramës në Shqipëri, Pol Potit shqiptar. Prandaj ne nuk duam të dëgjojmë më për Evropën, të paktën ky është mendimi im. Kuptoj. Dua të them po ashtu se gjatë samitit kryeministri Edi Rama gjatë fushatës së tij të 11 majit ka përdorur simbolin e yjeve si premisë për Bashkimin Evropian. Dhe gjatë samitit ai ka përdorur një banderol shumë të madhe ku liderat evropian kanë firmosur atje dhe kanë lënë ndonjë shënim. Si e konsideroni këto, se si e shikoni këtë gjë se kryeministri Edi Rama ka bërë? Në radhë parë duhet të theksojmë që Edi Rama nuk është shqiptar, është hebre. Dhe politika e tij është thellësisht anti-shqiptare. Edi Rama mban marrëdhënie të ngushta me këtë Netanyahu, që po vret fëmijë, po vdesin fëmijë për ditë nga uria, po vrasin fëmijë izraelitët, po bëjnë një genocid të pa parë, të pa shembull, dhe Edi Rama gëzon dhe morret dhe thot kam marrëdhënie me Izraelin. As Izraeli nuk na duhet zonjë, as këta LGBT të Evropës, sepse në një linjë janë të tërë. Këta e shikojnë që po bëhet kërdia, po mbytet populli palestinez në gjak, dhe këta dërgojnë nga një makina, po 10 makina, po një vapor me ushqime, thua se e shpëtuan. Në një kohë që t'i bëjnë presion politik Izraelit dhe ta ngushtojnë trak, t'i bëjnë një blokad, të mos lejojnë asnjë tregti të Izraelit në përbot, t'i bëjnë blokade ekonomike dhe t'i vendosin aksione me qëllim që të tërhiqet dhe të pushoj luftën. S'flet njeri se kam dëgjuar këtë Pol Potin ton të flas për krimet e Izraelit në rrypin e Gazës, në Gazën në palestinezë, më them. Pra, palestinezët janë mbytur në gjak dhe ky kriminal që kemi ne në krye, ky Palacio, burr, se s'është burra, është Palacio, është po pushon dhe nuk po flet fare asnjë fjalë. Unë vetë e dënoj krimin Izraelit në Gaza, e dënoj me gjithë forcën që ka një qytetar dhe shpresoj që me ndihmën e Zotit ata të dalin mban. Cilat janë sfidat kryesore që Shqipëria duhet të adresojë pas këtij samitit për të avancuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian? Nuk do vemi në Bashkimin Evropian, zonjë, po të them unë dhe mbaj shënime dhe ruaje videon, dhe vetë Bashkimi Evropian do shpërbëhet dhe ne nuk kemi punë me Bashkimin Evropian. Ne marrëdhëniet dhe lidhjet i kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pik, nuk na intereson Bashkimi Evropian dhe të bëjnë çfarë të duan. Dhe thonë çfarë të duan. Ne çfarë në Evropë jemi, ku do na çojnë ata? Me këtë tallen ata.
Kanë 32 vjet që na gënjejnë, do vemi në Evropë, do vemi në Evropë, do vemi, e ku po, pse s'po vemi në Evropë? Që ka penguar Evropën, mos ishin më të mirë shtetet të tjera nga neve për të vajtur, për t'ju pranuar antarë Bashkimit Evropian? Jo. Bile për kun razi, ne zonjë edhe një ta fiksoni mirë ju edhe dëgjuesit që konstituaj. Ne jemi ajka e Evropës. Ne jemi populli më i shkëlqyer që ka kontinenti evropian. Të tjerë të vinë pas nesh. A ka kontribuar kryeministri Edi Rama në këtë shkëlqimin e popullit shqiptar? Jo, ai e ka nxirr populli shqiptar, ai është qymyr që na është ngjitur për robas, edhe po na nxin se qymyri po s'të dojë do të nxjij. Ai është një qymyr i zi, një ster e zezë, një njollë e madhe në historinë e kombit shqiptar, një njeri që do mbetet në histori si figura më urryer, si figura më degeneruar e këtij kombi. Pra, sipas ju, shanset, premisat që të antarësohemi në Bashkimin Evropian në 2027 nuk janë reale, kurse fjalët që ka thënë presidenti Emmanuel Macroni kanë qenë thjesht një optimizëm i shfrenuar sa për të na dhënë suport. Jo, suport i ka dhënë Edi Rama, se Shqipërisë nuk i ka dhënë suport. Përkundër, Shqipërisë i ka vënë pengesat jashtëzakonshme. Dhe është ai shteti më armik që ka Shqipëria sot. Ai Macroni, ai fytyrë poshtë që u martua me gjyshen e tij. I tillë burrësh. Shikoni njerëzit që në familje se çdo gjë, të gjithë popujt e botës familjen e respektojnë. Ata që janë popull dhe që janë me kulturë. Mirë, po Evropën e kanë uzurpuar soroistët edhe bën Evropa çto Sorosi. Po jo, Shqipërisë i doli zot Amerika dhe shqyrë zoti që e kemi. Avokat, unë ju falenderoj shumë për kohën dhe për idetë tuaja. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën.